Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani po përpiqet të sigurojë një mandat të dytë, duke urreshtuar publikisht krah Trumpit. Kjo strategji megjithatë mund të prodhojë efekt të kundërt, edhe pse ajo arriti ta përfshijë Kosovën në të ashtu quajturin bordi i paqes si Donald Trump në Davos. Osmani u shfaq në Zvicër për krah presidentit amerikan dhe më pas e paraqiti këtë si një arritje të madhe, duke theksuar se Kosova u bë anëtare themeluese e këtij mekanizmi. Sipas burimeve jo zyrtare në Prishtinë, ajo e mori këtë hap pa u konsultuar me kryeministrin Albin Kurti. Në vend të tij, ndërmjetësimin dyshohet se e bëri kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Rama ka ndërtuar lidhje me familjen Trump pasi i dha dhëndërit presidentit amerikan Jared Kushner një kontratë për një projekt shumë miliard dollarësh të pasurive të paluajtshme në Bregdetin shqiptar. Rama ka marrëdhënie as pak të mira me Kurtin, politikanin më popullor ndër shqiptarët e Ballkanit, dhe sipas burimeve politike ai shfrytëzon çdo rast për të forcuar Osmanin si kundërpesh ndaj tij. Ajo po luan lojën e saj. Mandati i Osmanit përfundon në mars. Ajo kërkon një mandat të dytë dhe ka nevojë për votat e kuvendit Kosovës, i cili zgjedh presidentin. Këtë mbështetje ajo nuk e ka. Gjatë viteve të fundit Osmani nuk ka arritur të ndërtojë një bazë të qëndrueshme parlamentare. Në Prishtinë ajo përshkruhet si figurë e vështirë në marrëdhënie personale. Disa bashkëpunëtor të afërt, përfshirë shefin e kabinetit Blerim Vela, u larguan shpejt nga rrethi i saj. Për të kompensuar mungesën e mbështetjes së brendshme, Osmani prej javësh po përpiqet të paraqitet si kandidatja e Trump. Llogaritja e saj mbështetet te pesha historike dhe aktuale e SBA-ve në Kosovë, nga baza ushtarake Bondsteel në jug të vendit deri te roli vendimtar i SBA-ve në krijimin e shtetit. Sipas një burimi me lidhje të forta në Prishtinë, Osmani u përcjell deputetëve mesazhin se gëzon mbështetjen e rrethit të ngushtë të Trumpit dhe se mos rizgjedhja e saj mund të sjellë pasoja në marrëdhëniet me Washingtonin. Pa SBA-t, shteti i Kosovës nuk do të ekzistonte. Një llogaritje e tillë mund të kishte funksionuar vite më parë. Respekti i Kosovës për SBA-t mbetet i jashtëzakonshëm. Ndërhyrja e NATO-s e udhëhequr nga amerikanët në vitin 99 i dha fund kontrollit serb mbi Kosovën, edhe shpallja e pavarësisë në vitin 2008 u bë e mundur vetëm me mbështetjen amerikane. Kosovarët mbeten thellësisht pro-amerikan, por ata janë gjithashtu të vetëdijshëm se Washingtoni i Donald Trump nuk është më Washingtoni i Bill Clintonit apo George Bushit. Kjo u dëshmua në zgjedhjet parlamentare të dhjetorit, kur Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendosje fituan 51.1% të votave. Zgjedhjet u zhvilluan pa parregullsi serioze dhe rezultati u pranua menjëherë nga opozita. Mbështetja e diasporës luajti rol, por nuk ishte faktori i vetëm përcaktues. Suksesi i Kurtit pavarësisht përplasjes me Trumpin. Dominimi i vetëvendosjes ka rëndësi të veçantë sepse marrëdhënia e Kurtit me Trumpin është e tensionuar. Kurti mbështeti publikisht Joe Biden gjatë fushatës amerikane dhe mori pjesë në konventën kombëtare demokratike në Chicago në vitin 2024. Pas rikthimit të Trumpit në pushtet, kjo u reflektua negativisht në raportet SBA Kosovë. Në shtator, administrata Trump pezulloi për një afat të pacaktuar dialogun strategjik me Kosovën. Ambasada amerikane në Prishtinë përmendi Kurtin drejt për drejt, duke deklaruar se veprimet dhe deklaratat e tij kishin vënë në pikpyetje progresin e arritur ndër vite. Partitë opozitare e përdorën këtë gjatë fushatës, duke paralajmëruar se Kurti po rrezikonte marrëdhëniet me aleatin kryesor të sigurisë së Kosovës. Rezultati i zgjedhjeve tregoi se kjo retorik nuk ka më ndikimin e dikurshëm. Një shumicë absolute e votuesve vazhdon të besojë Kurtit, i cili perceptohet si i ndershëm dhe i pakorruptuar. Çfarë fiton Kosova nga bordi i paqes i Trumpit? Kjo e bën të pasigurt suksesin e manovrave të Osmanit. Në një intervistë për BBC, ajo mbrojti rëndësinë e anëtarësimit në bordin e paqes, duke kritikuar rolin e ndikurshëm të Kombeve të Bashkuara në Kosovë dhe duke theksuar se vetëm ndërhyrja amerikane solli veprim konkret. Ajo deklaroi se Kosova beson në udhëheqjen e SBA-ve. Osmani nuk ju përgjigj qartë pyetjes nëse Kosova do të paguante tarifën prej 1 miliard dollarësh që Trump kërkon për anëtarësim të përhershëm në këtë strukturë. Për një shtet me rreth 1.6 milion banor, kjo mbetet një çështje thelbësore. Reagimet në Kosovë pas Davosit ishin të përzjera. Shumë qytetarë dhe aktorë politik theksuan se Kosova nuk mund të përballojë përplasje me Washingtonin. Çdo kërcënim për tërheqjen e trupave nga Bondsteel shihet si rrezik ekzistencial për sigurinë e vendit. Për të ndarjeve partijake, baza amerikane konsiderohet garanci kundër një rikthimi të ushtrisë serbe. Gjatë mandatit të parë të Trumpit, kërcënimi për mbylljen e Bondsteel u artikulua hapur pasi Kurti kundërshtoi marrëveshjen e ndërmjetësuar nga i dërguari special Richard Grenell. Qeveria e parë e Kurtit u rrëzua në këtë klim presioni. Për këtë arsye, disa zëra në Kosovë shohin veprimet e Osmanit si real politik. Megjithatë, jo të gjitha veprimet e saj u pritën me mirë kuptim. Propozimi i bashkëshortit të saj, diplomatit Prindon Sadriu, për ta shndërruar ish Grand Hotelin e Prishtinës në një Trump Hotel, u bë objekt tallje publike. Lëvizje e sikletshme. Reagime edhe më kritike nxiti vendimi i Osmanit për të organizuar një pritje zyrtare për premierën në Prishtinë të dokumentarit Melania. Filmi u promovua si një portretizim i guximshëm i familjes presidenciale amerikane dhe i udhëheqjes së Melania Trump. Shumë kosovarë cilësuan deklaratat e presidentes si të panevojshme ose servile. Kritikat u shtuan për shkak të mosperputhjes me agjendën feministe të Osmanit. Në një kohë kur dokumentet reja dalin nga arkivat e lidhura me Jeffrey Epstein, regjizori i dokumentarit Brett Ratner ka pasur lidhje të dokumentuara me Epstein, çka e shtoi edhe më tej polemikën rreth kësaj nisme.